Po, procedura në IVF, do të thonë në klinikën e obstetrike ginekologjike po shkon shumë mirë, procedurat po ecin mirë, do të thotë pacienta ka numër bukur të madh, interesimi është shumë i madh i pacientëve. Deri tash këtë vit, do të thonë vetëm deri me, do të thonë janarin, tash i kemi dikun vish konsulta i kemi 1300 raste që kanë ardhur, rekonsulta 772, do të thonë janë këto rastet të cilat e tregojnë një numër që është në rritje, edhe kërkesa është gjithmonë edhe gjithnjë në rritje për procedurat e IVF. Dëgjoj, deri tash i kem këtë vit i kem dikun 8 transfere. 8 transfere do të thotë që priten shtatzani potenciali që për këtyre transfereve të ndodhen. Të ne nuk do të thotë që do të vinë ato për me konfirmu shtatzani. Mirë po mund të konfirmojnë shtatzani në dikun tjetër, të ne janë konfirmu disa, mirë po disa kanë ecë, disa që përcillet. Një shtatzani është të ne, përcillet dhe më thonë është njavën e 22, nërsa tjerat janë konfirmuar, disa s'kanë pas sukses në javë të para, dhe më thonë kanë dështu, disa tjerat është se janë emru fare. Do të thotë, për numrin total, sa janë shtatzanit konfirmume, nuk mund ta kem, se janë shtatzanit që mund të konfirmohen në dikun tjetër. Mirë po transferet janë ato faza e fundit e procedurat e IVF-it, ku priten shtatzanit. Deri tash këtë vit, do të thonë janë kryt 8 transfere. Patjetër, ne presim tash, bëjmë edhe ftesë për këtu, ato pacientët të cilat do të thotë konfirmojnë shtatzanit dikun tjetër, është mirë të lajmërohen që të kemi një pasqyrë tamam të saktë sa është suksesi i shtatzanive. Mirë po, nuk do të thotë që procedurat e IVF-it merren vetëm ekskluzivisht këtë shtatzani, po janë edhe procedura tjera që kryen, domethënë stimulimet, marrja e qelizave. Pastaj i kemi realizimi i HSG-ve, domethënë incizimin e kanaleve. Pastaj laparoskopit që bëhen të pacientët ndryshme që kanë nevojë, histeroskopit. Gjitha janë këto procedura që kryen në kuadër të repartit të IVF-it, domethënë në klinikën obstetrike ginekologjike. Mirë po, suksesi i fundit normal që është shtatzania. Me procedurat e IVF-it pritet në muajt vazhdim të rritet, të konfirmohen më shumë shtatzani, këtu tek ne po flas, edhe të kemi numër më të qartë, më të mirë, më të saktë në të procedurave si po ecë, si po shkon. Po, e bëhet një pyetje të mirë, nuk do të thotë që me një intervenim të fitohet një shtatzani. Mirë po, na duhet ndoshta të një shtatzon me muaj tërë derisa të vjetë një shtatzani. Do të thotë, spari bëhet ekzaminimi i pacientës, detektohet ose zbulohet shkaktari i infertilitetit, për problemet që ka në infertilitet. Pastaj, nëse është problem diçka organik, ndonjë masë tumoroze ose ndonjë masë cistike ose pengesë organike në organet gjinitale, bëhet intervenimi kirurgjik që merr disa muaj. Pastaj, nëse kemi diçka probleme me shërbillimet hormonale, intervenohet, do të jepet terapia hormonale, disa rregullohen menstruacionet, cikli. Pastaj vjen stimulimi, me stimulim që zgjat 2 javë, derisa të formohen, krijohen ovocitë e qelizat, pastaj marrja e qelizave, pastaj vërsimi ose fëmijimi i tyre në jashtë, në laborator, pastaj vjen transferi. Do të thotë, të një paciente, nëse ka probleme pak më serioze me infertilitet, derisa të vjetë një shtatzani zgjat me muaj. Do të thotë, nuk është procedurë më e gjatë, nuk është procedurë që kryet me një akt ose me një vit deri te një shtatzani. Këto janë pacientat, edhe opinioni ose ju si media duhet ta dini që jo çdo problem infertiliteti ose çdo qasje me
me pacientin ose me procedurat e diabetit kryhet shumë shpejt. Kemi raste ku ngel shtatzon, mas një javë dy dështon, do të thotë për shkak ose moshë ose problemet në organet gjinitale, diçka që kemi te pacientja, edhe dështon shtatzania. Do të thotë procedurat e IVF-it janë disa lloje, domethënë ka prej tu me marrëdhënie, prej diagnostikimit te intervenimi deri te transferi i qenisë. Kemi mjaftueshëm kemi staf, në reparti është mjaftueshëm për këto kapacitete, domethënë për këtë numër të pacientëve. Ndërsa nëse vije deri te rritja ose numri të pacientëve, atëherë do të bëhet klasifikimi ose mundësia të rritet dështohet stafi mjekëve ose numrit domethënë në repart shiqohet ndoshta të shtohet edhe ndonjë repart tjetër. Mirë po, një herë për herë kemi kushtet optimale edhe të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve që janë me probleme.